Dhe Bashkimi Evropian sot, si asnjëherë më parë, të paktën në memorien time, është shumë i dëshiruar që të pranojë antarë të rinj, po natyrisht bazuar në merit dhe bazuar në rezultate. Aspekti tjetër për cilin folëm me presidentin është natyrisht ecuria në tërësi e rajonit, sepse edhe kjo është e lidhur me arsyen pse Bashkimi Evropian sot është në gatishmërinë më të lartë për të pranuar antarë të tjerë, sepse edhe konteksti gjeopolitik është i tillë, dhe unë dëshiroj që të përfitoj nga rasti edhe sot, po patjetër edhe nesër kjo do të jetë pjesë e diskutimit, që t'i ftoj të gjithë kolegët e rajonit, miqtë e mi, që të mos e humbasim këtë moment që historia na e ka sjell në derë, dhe ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë gatishmëri të Bashkimit Evropian, pa harruar që historia e gjithë këtyre viteve ka treguar se procesi i zgjerimit mund të shpejtohet në një moment dhe mund të ngadalësohet për shumë vite. Dhe e fundit që dua të theksoj është që më vjen jashtëzakonisht mirë që këtu kemi edhe një mike të shtrenjtë të Shqipërisë. Në fakt, definicioni eksakt nuk është mike, po është ish mike, sepse tani më është skipëtare nga Italia, Federica Mogherini, që nuk e kuptoj akoma pse se ka bërë aplikimin për pasaportën shqiptare. Vetëm një justifikim ka që pret ta marrë pasaportën europiane të Shqipërisë, pra European Union Albania, se nuk do këtë pasaportën me lëvizje të lirë, po pa drejtë qëndrimi.